Zonja dhe zotrinj, edhe një herë në Big Brother, Elvana Gjata. Më thonë një gënjeshtër, a mënesh më falë një buzëqeshje si ti, një buzëqeshje si ti. A mënesh më gjetë dikun tjetër, ndoshta era bash njëtën tjetër dhe pak, ma jem ti edhe pak. Pse me shku a ka me diçka jebëm ti këtë moment prit me mund këtë moment ti nesër mund me jebëm ti këtë toka, luma hala krejt po në këshyrin në studion kana body like cola, sweet anana si kamera, bërë cilë bitana pëlqen qysh nejna pse s'po vjen ti dhe pak rejna aje ti sot ka Prishtina dopamina mungon te ti e kom lon nëse don me mpa me sy e ke nevoj për dashni zemër ti jam ki mu zemër ti jam ki mu ustalin sa t'jo me ty po të nëndori ki zemër ti jam ki mu zemër ti jam ki mu o lumja toka qeshte me kame o lumja toka qeshte me kame o lumja tjera o qeshte kojnane o lumja tjera o qeshte Elvana Gjata! Ua, Faleminderit shumë! Faleminderit shumë! a ishin ndezur? Që energjie! Wow! Ne kemi bërë me fjalë, vishim me njësoj? Po ne edhe kur bëjmë gjëra me fjalë, bëjmë me fjalë. Shisa e bukur është Elvana Gjata. Faleminderit ti një herë. Të duan. Të duan.
Po jemi në një stadium paka shumë, thjesht ky është më i vogël, se ti je mësuar edhe me stadiume të mëdha o motor, ç'a të bëjmë tani? Studiot kanë filluar të rrinë një çik të vogla. Po që dashuria e publikut për ty vazhdon të jetë e jashtëzakonshme. Përpara një jave kur nxore këngën me Stanazh, kishim krijuar një grup me Elvanën edhe me Andin që e përshëndesin. Edhe unë natyrisht po jetoj një periudhë të jetës time në të cilën nuk dua të dëgjoj më këngë të trishta. Pra jam i apasionuar vetëm mbas këngëve që më bëjnë të kërcejnë. Pra lumja toka jam komplet. Dhe ndërkohë, kur ju nxjerrni këngën, i them, po pse ma bëni këtë përpara Prime-it? Sepse ishte si thik mbas shpine. Shumë e bukur, my God sa e bukur. Nuk e di me atë tekstin një herë, pse u bëre vjesht e jetës time, pse ma more dashurin ti mu. Ledion. Në fakt, pse ma more dashurin. Nuk e di ndihem si Arushi Brikenës sot. Unë për këtë arsye i bëj, në fakt, këngët dhe tekstet që ti ndjen, që të prek jetët e njerëzve, të jem pranë tyre në ditë të vështira në rastin e balades, po sot jemi për festën e të dashuruarve, në fakt. Jemi. Kështu që duhet gëzojmë, edhe unë dua t'ju uroj të gjithëve, të dashuruarve, jeni me fat që mund ta festoni këtë ditë, sepse dashuria është e rrallë. Dhe duhet ta mbani fort. Duhet luftoni për të, edhe kur është e vështirë dhe kur bëhet shumë e vështirë, mos u dorëzoni. Do qahi tani. Doja të ta bëja këtë pyetje në fakt, çfarë është dashuria për ty? Është bekim, nuk e ka fatin kushdo ta ketë në jetë, edhe prandaj them mbajeni fort. Kush e ka, është me fat. Në fakt, ne të dy jemi mirë se e kemi, kështu që jemi në rregull. Po. S'kemi halle. Dgjoj, mezi presim për se jemi të lidhur edhe me shtëpinë dhe ata nuk e din akoma, sa atyre nuk ja u kemi thënë, po sigurisht që po na ndjekin, e kanë parë performancën e hyje. Mezi po presim për 7 maj. Unë dhe dashuria ime përjetshme muzika, patjetër që me 10 maj në Milano do kemi një tjetër natë të paharrueshme. Vërtet mezi po presin të gjithë të ftuar, Arbër Kusho. Do më vish prapë? Patjetër. Si Kusho? Arbër Kusho, është jemi kushërineve. Po se kemi thënë se e kemi lënë kështu si surprizë. Kushërin, po si kushërin? Po pse më ke gënjur ti mua që je kolonjar mo? Jo, mos Po kolonjar është. Se dhe ti kolonjare je? Mami, po. Ua! Impossibile! kemi rrajët të thellave, nuk kemi të arsye. Po ky vend u drejtogër ka në çdo pjesë të ti nga kolonjarët, ë? Patjetër, fakti që ne se bërtasim. Çfarë thua më zotri? Monika më vjen keq për ju. Vjen keq për ju. Neve kemi shumë të shtrenjtë faktin që jemi kushërin, kështu që kemi mbajtur kështu si në hije. Tani në fakt e prap të fshet e keni se mori vesh njëri fare. Po, përveç 10 milion shqiptarëve vërtet është. Kështu që jeni të gjithë të ftuar, Monika, të gjithë publikut banorët, patjetër. Shiko, banorët nuk kanë lënë këngë pa kënduar brenda, i kam dëgjuar dhe ato që s'kam dëgjuar mi kanë dërguar. Kështu që është mirë t'i këndojmë atje. Në 10 maj do t'jemi në Itali, në arenën Unipol, Po, në Milano, Unipol Forum. Unipol Forum në Milano, biletat për gjithë juve që nuk i keni marrë ende, që nuk e di arsyen sepse ku di unë ju kam mbaruar abonimin internetit në shtëpi se di çfarë halli keni pas. Blini tani, ndërkohë për gjithë yjet aty brenda për Monikën edhe Arbrin, po natyrisht unë hy pa bilet se kështu është ajo punë, do me thënë më fusin kështu nga mbrapa. Me badge. Me badge, po, për natyrisht kemi ca tash. Shiko, ne stadiumin e bëm bashkë. Pra, kështu që doja që ta bënim dhe koncertin Milano bashkë, po ishte i zënë patjetër me Big Brother. Kështu që pse jo, stadiumin tjetër. Hyem. Elvana ju ka sjellë edhe ca bluzat bukura për koncertin që mund të kishni nga nesër. Edhe kështu pra. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, boll na pan ata. Aman mos më bëni këtë pyetje në Kush e fiton? Jo do ta bëj Arbri atë që ti ke kushëri atë, po çka kujton se do ta kurseje? Kush e fiton Bigun? si ka mundsi.
Nuk shpëtova. Kushëriri ta fut sot, o Elvana. Për mua vazhdon që ta fitoj Big Brother Ledioni pa diskutim. Pranohet. Në gjithë shqiptarin, po. Pranohet. Jo, për te shakas, se ja them shpesh Ledionit, i shkruaj, them për mua je një dhe i vetmi në gjithë shqiptarin. Unë të falenderoj ty, po dhe ti e një dhe e vetmja. Faleminderit shumë. Elvana Gjata. Faleminderit shumë, faleminderit. Për të përgjigjur pyetjes, do doja shumë që këtë herë të fitonte Stenaldo. Stenaldo! Po! Qa qefi. Se jo. Më pëlqen. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë fat. Faleminderit shumë, ju dua shumë të gjithëve. Faleminderit për energjinë, për dashurinë. Suksese. Ju dua. Faleminderit Edhe shumë. njerë për Elvana Gjatën. Faleminderit. Ju dua. Mirupafshim.